Përshëndetje gjithë ju të shenjës së demit. Atëherë sot do të bëjmë parashikimin për muajin prill edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e demit. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithë ju. Dhe shohim energjinë që do na vi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e eklipsit, sepse aty çfarëdo lloj gjëje që është shumë e rëndësishme për gjithë ju. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Dhe shohim javën e parë. Në javën e parë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energji përsëri të shenjave të ujit për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja, por ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, dhe energji të shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë. Në fillim të muajit shoh festime, por shoh edhe një lloj rikthimi. Mund të rikthehet një person nga e kaluara për një pjesë prej jush, dhe shoh një fillim të ri shumë të bukur për pjesën tjetër, me një person nga e kaluara juaj. Për disa të tjerë është një fillim i ri që do bëni, por ju e keni menduar mirë këtë fillim të ri, ndoshta për të hyrë në një njohje të re ose në një lidhje. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që janë në marrëdhënie, do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj, do keni lajme të mira që do t'ju japin qetësi me fëmijët, por ndërkohë ju shoh gjatë gjithë kohës në lëvizje duke menduar për t'i dhënë drejtim situatave të ndryshme që mund të keni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj ose me fëmijët tuaj. Ndërkohë, për pjesën tjetër mund të rikthehet persona nga e kaluara që do t'ju bëjë që të ndiheni mirë. Ose të kaloni kohë me ta, mund të jenë persona të familjes, mund të jenë persona të shoqërisë tuaj. Gjithsesi shoh një çlirim shpirtëror, lajme të mira në lidhje me ju, por ndërkohë ju shoh në lëvizje në lidhje me gjithçka, edhe me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Do keni oferta gjatë kësaj jave, do keni një ofertë me dashurinë, por do keni dhe oferta në punën tuaj me projekte ose bashkëpunime të ndryshme. Dhe është një javë fantastike. Shoh fillime të reja në çfarëdo lloj situate që ju mund të jeni. Mund të keni festa familjare, festa shoqërore gjatë javës së parë, por është një javë fantastike. Është një energji shumë e bukur. Dhe shohim si do jetë java e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energjia juaj që është në qendër të leximit, dhe kemi përsëri energjinë tuaj. Shoh, nuk e di, por është një prill i mrekullueshëm, ju shoh për shenjën tuaj. Ju do keni një takim me një person që do rikthehet nga e kaluara për një pjesë prej jush, pjesa e personave që janë në pritje të një personi, për pjesën tjetër në lidhje me një fillim të ri. Ju do keni një takim ose me një ofertë që do t'ju vi gjatë javës së parë. Ju do ndjeni shumë entuziast, do keni një takim, do ndjeni të emocionuar, shoh dy persona shumë të emocionuar këtu, por ndërkohë do jeni duke ju do dëshironi të futeni në këtë njohje, për të rrezikoni, duke u futur në këtë njohje të re për një pjesë, për pjesën tjetër në lidhje me një rikthim të një personi nga e kaluara. Dhe shoh përsëri takime, mund të keni fejesa, martesa, ose ju mund të jeni të ftuar diku dhe të shkoni në një ambient festiv, po më tepër ka lidhje me fejesa, martesa, ose për një pjesë tjetër mund të keni bashkëjetesa gjatë javës së dytë, por edhe java e dytë është fantastike. Në lidhje me punën tuaj, ju do hyni në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme,
por do jenë bashkëpunime shumë të mira që do bëni gjatë kësaj jave. Do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë gjë, por ndërkohë do keni dhe kontrata të rëndësishme. Këto kontrata mund të kenë lidhje me punën, mund të jetë një punë e re dhe ju të bëni një kontratë. Në rastin tjetër mund të jetë një kontratë shtëpie, ku ju do t'ju gëzoj shumë edhe do jeni dhe duke e festuar. Në rastin tjetër mund të jetë një kontratë martesore ose mund të jenë dhe kontrata të ndryshme, ndoshta për të shkuar jashtë shtetit ose diçka tjetër. Por gjithsesi është një javë përsëri dhe javë e dytë shumë e bukur për ju. Erdhi një energji fantastike. Ne shohim javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh në lëvizje, mund të keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, por ndërkohë ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me gjithçka, në lidhje me një dashuri, ndoshta ju do njiheni me një person dhe mund të jeni dhe duke udhëtuar, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata. Në rastin tjetër, ju mund të jeni duke bërë udhëtime jashtë shtetit, duke shkuar për një punë ose udhëtime dhe për qejf, por ndërkohë jeni me qëllime në veten tuaj. Jeni me shumë pasion në fillim të javës së tretë, do keni shumë pasion në lidhje me gjithçka, por ndërkohë ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës. Ndërkohë jeni duke menduar rreth një personi. Po mendoni seriozisht në lidhje me këtë dashuri, që do me këtë njohje që keni ose me një lloj rikthimi që do bëhet. Dhe sikur nuk e di, por nuk ndjeni të sigurt, edhe pse ndjeni shumë mirë nga ana emocionale me këtë person, por keni pasiguri brenda vetes. Gjithsesi, unë shoh që gjithçka është e bukur rreth jush, sepse po të vëmre personi është ulur në një ambient me lule. Dhe këtu kemi energji të shenjave të tokës që jeni dhe ju. Dhe ju shoh që ju do ta mbani sekret. Do ta mbani sekret këtë njohje që do bëni, por mund të mbani sekret dhe një rikthim të një personi nga e kaluara. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, ose dhe me anën ekonomike, ju do jeni në lëvizje, do jeni me qëllime veten tuaj, do mendoni shumë seriozisht, do jeni në një pozicion të mirë për një pjesë prej jush, ndërsa për një pjesë tjetër do mendoni shumë rreth anës tuaj ekonomike dhe si të menaxhoni të ardhurat tuaja. Disa prej jush mund të keni mbështetje nga një person, nga një energji femërore, një figurë femërore që mund të jetë një motra juaj, nëna juaj, që do t'ju mbështesi ose me këshilla ose në rastin tjetër mund t'ju mbështesi nga ana ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që ju çfarëdo që të keni gjatë javës së tretë do doni që ta mbani sekret, pak të fshehtë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë edhe një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Ju sikur keni kthyer shpinën këtij personi, është një person që dëshiron të vi tek ju. Dhe nuk tham, këtu kemi energji të shenjave të zjarit, të tokës dhe të ajrit. Por ju nuk e di, por do t'rregojeni pak, do mendoni seriozisht rreth këtij personi, por sikur i ktheni pak shpinën. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni lidhje me dokumentat. Me dokumentat, ndoshta ju zbuloni një të fshehtë, një sekret në lidhje me disa dokumenta dhe këtë mund ta merrni nga më të ndryshmet. Ju mund të keni dhënë disa para në lidhje me këtë dhe mund të jetë dokumenta në lidhje me një udhtim. Ne shohim në javën e katërt, mund të jetë një largim jashtë shtetit ose diçka tjetër. Dhe shohim në lidhje me javën e katërt, në javën e katërt, nuk e di pse ju shoh jo mirë në javën e katërt, ju keni punuar fort ose mund të them që
jeni duke pasur ide në lidhje me gjithçka, një pjesë prej jush do ndjeni pak të pakënaqur në radhë të parë në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në fillim të javës së katërt. Ndoshta ju keni dhënë shumë në njohjet lidhjet ose marrëdhëniet dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndjeni të pakënaqur sepse ju nuk keni marrë të njëjtën gjë nga personi, nga partneri ose nga partnerja juaj. Në rastin tjetër, kjo mund të ketë të bëjë edhe me marrëdhënie të ndryshme. Mund të jenë marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie familjare, ku ju jepni dhe nuk merrni mbrapsh atë që jepni, dhe kjo gjë do t'ju bëj pak që ju mund të bini në ato situatat ku jeni duke menduar rreth një lloj pakënaqësie që mund të ndjeni. Për pjesën tjetër, shoh që punoni shumë fort, por të ardhurat tuaja mund të jenë të vogla, jo të kënaqshme për punën që ju bëni, sepse ju punoni se këtu kemi 7 monedha, po ju nga këto 7 monedha merrni vetëm 2 monedha. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndjeni pak të pavlerësuar nga ana financiare. Ndërsa ose në lidhje me pagesën që ju merrni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që ju keni arritur një lloj standardi në lidhje me punën tuaj dhe do jeni duke pasur ide të reja se çfarë të bëni tjetër në lidhje me punën, duke pasur ide dhe duke çuar gjërat para. Ju shoh shumë të lodhur, është një lodhje në mes të javës, do ndjeni të lodhur. Është një lodhje që ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe kjo ka lidhje për një pjesë prej jush në lidhje me një dashuri që mund të ndjeni të pakënaqur dhe ju ka lodhur kjo gjë, sepse një pjesë prej jush bien shumë mirë. Mund të jetë një pjesë tjetër që do ndjen në këto situata, kjo energji erdhi, dhe dëshironi të çliroheni nga këto situata lodhje. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke pasur shumë angazhime në familje, ose ju mund të bëni disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur. Keni nevojë që ju t'i ndani këto punë edhe me persona të tjerë të çliroheni nga gjithë kjo peshë që mbani në shpinën tuaj. Se po të vëmre këtu është një person që mban një peshë shumë të madhe. Por gjithsesi jemi te 10 e shkopimve, ju çliroheni nga këto situata, mund të jenë dhe situata pakënaqësie që ju kanë lodhur dhe ju thoni mjaft, unë dua të jap fund kësaj situate. Kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet tuaja ose në lidhje me punën tuaj, por gjithsesi shoh që ju jepni fund për të bërë një fillim të ri. Dhe ju shoh përsëri në fund këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, të zjarit, por dhe të tokës, ju shoh pak të trishtuar në javën e 4, në fund të javës së 4. Nuk e di, por edhe pse ju mund të mbyllni një situatë të vështirë si në dashuri, në punë ose nga ana ekonomike, ju do t'ju mungoj një person. Ju mungon kjo dashuri. Ju ndoshta dëshironi të jepni fund, por është për ky person ju mungon. Në rastin tjetër, mund t'ju punoni shumë, të ardhurat tuaja mund të jenë jo të kënaqshme, është një punë që ju ka lodhur jashtëmase dhe ju bini të trishtuar në lidhje me të ardhurat që keni nga kjo punë. Sepse ju shoh që ndjeni mungesë parash, mungesë të ardhurash, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ndjeni të lodhur. Të gjitha këto situata, mungesa e një dashurie, mund të jetë dhe mungesa e një dashurie, mund të jesh në një marrëdhënie dhe ndoshta ju jeni të pakënaqur dhe ndjeni mungesë të dashurisë nga personi ose një mungesë emocionale ose një përkushtim nga personi, por gjithsesi ju shoh të lodhur fizikisht një herë. Duhet të bëni një pushim ose të bëni një kontroll mjekësor, sepse të gjitha këto situata që mund të kaloni në javën e 4 mund t'ju shkaktojnë dhe pak probleme me shëndetin. Kështu që karta këshillon që mund të bëni check-up, ose një kontroll mjekësor gjatë kësaj periudhe, gjithsesi dilni nga këto situata sepse gjithçka do kaloj. Gjithçka do kaloj për të arritur që ju të arrini të realizoni, ndoshta një vëmendjen e këtij personi që ju mungon në një rast, në rastin tjetër anën ekonomike, sepse ju shoh me shumë ide këtu,
Thjesht duhet keni kujdes sepse bini të lodhur. Gjithsesi, është një muaj fantastik po të vëshrej, me festime, me rikthime, me njohje të reja, ndërkohë me udhëtime, mund të jenë udhëtime pune jashtë shtetit për një pjesë prej jush, me takime, por ndërkohë do keni fejesa, martesa, bashkëjetesa gjatë këtij muaji. Ju shoh me shumë pasion në lëvizje gjatë gjithë kohës, duke menduar për anën tuaj ekonomike, thjesht mund të zbuloni një sekret që mund t'ju bëjë dhe të pakënaqur, sepse ka lidhje edhe me fundin e javës së tretë kjo pakënaqësi. Në një rast, në rastin tjetër ju do doni t'i mbani gjërat tuaja sekrete, nuk dëshironi t'i ndani me persona të tjerë. Pa kujdes vetëm te java e fundit. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë ju thon. Për muajin prill, çfarë mesazhi ju japin? Dhe kemi numrin 2. Kemi mesazhin me numër 2 dhe ju thot, dëgjoni brenda vetes tuaj, thot, kini durim, mendoni me kujdes çfarë doni para se të merrni një vendim. Dhe këtu flasim, në qoftë se ju dëshironi të futeni në një njohje të re, atëherë mendoni se çfarë doni ju, çfarë brenda vetes tuaj në lidhje me këtë person. Në rastin tjetër, me një person nga e kaluara që do rikthehet tek ju, sepse ju shoh shumë entuziast me këtë person, ose për vendimet që ju do merrni për bashkëjetesa, fejesa, martesa gjatë këtij muaji. Është shumë e rëndësishme të futeni brenda vetes dhe të kuptoni se çfarë doni në lidhje me këtë gjë. Por ndërkohë, edhe me punën tuaj, por dhe me anën tuaj ekonomike. Është një mesazh fantastik, ju jeni të mbështetur nga angjëjt në çfarë do lloj vendimi që të merrni, gjithsesi është e mira që të futeni dhe të dëgjoni veten tuaj para se të merrni një vendim, çfarëdo vendimi që mund të jetë. Dhe këtu ka lidhje edhe në lidhje me pjesën e dokumentave që nuk e tham, por ka lidhje edhe me fëmijët tuaj, në lidhje me fillime që dëshirojnë të bëjnë sepse ju shoh shumë të lidhur dhe po i mbështesni jashtëmase fëmijët tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një muaj të mbar përsëri, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe dëgjojmë në video të radhës.